do më thonë qëfar terapie na jep neurologu me shumë medikamente. Dikush nguron t'ja jape, nuk don, sepse është shumë i vogël. Unë Jonin me hapa e kam mësu qysh kur ka qenë 3 vjeç. Edhe ndoshta prandaj Joni është në këtë situatë që është për shkak medikamenteve. Edhe kur kam luftu me gratë, me nana tjera, jepe ju fëmijëve, se unë nuk ka nana që i mbajnë informacionet vetëm për vete. Unë nuk kam qenë kur egoiste. Për çdo fëmijë që kam marrë vesh, bile që e kam vërej, qysh në fotografi që fëmija mund të ketë diçka ndryshe mund tjetë, sepse vërejhen nga duart. Edhe në fotografi vërejhen. Edhe tani që ti e ke kalu këtë fazë, besoj dallon edhe fëmijët e tjerë që janë me autizëm. Është dasht me hynë muhabet, me ausil muhabetin. Pse mendon Mona që e bën tani që i ti vetë në këtë situatë, je vetë nanjë, je vetë grua, sepse njoh edhe unë shumë raste të nanave që e kanë vështirë ta pranojnë që fëmijët e tyre janë me autizëm. Pse mendon që ndodh kjo? E kanë frikën nga paragjykimi, mënyra se si do pranohen, mos ndoshta fëmijët e tyre do trajtohen ndryshe, do shihen me një sy tjetër. Mendon që kjo është frika më e madhe prindërve që shumë shpesh e mohojnë këtë, por unë mendoj që në dëm të fëmijëve, sepse duke e mohuar faktin që ata mund të jenë me autizëm, ndoshta ju humb koha për t'i trajtuar ata, siç keni bërë ju që nga fillimi kur keni marrë diagnozën. Po ajo është frika nga paragjykimi. Çdo nan e pranon ashtu, domethënë fillim. Kur mora vesh që Joni ka autizëm, automatikisht shkon dërmend se si do e pranoje bota. Ishte ky mendimi i parë që të erdhi ty në mendje? Cili ishte mendimi i parë sa po more diagnozën? Ishte normalisht terapia. Oke, çka mund të bëj për Joni, çka mund të bëj për Joni. Fillimisht ishin ato mendimet egoiste, për vetveten, si t'ja përmirësoj gjendjen. Pastaj ato paragjykime, kur fillova të lexoj, të shoh se pastaj këto grupet e nanave që janë të fëmijëve me autizëm, unë mendoj që ndonjëherë ato na bëjnë më shumë keq, më shumë dëm se sa mirë, se shumë nana ka që vetë janë depresive. Edhe mendojnë vetëm negativisht. E kanë përjetu aq rënd sa që më nuk janë të mira as për fëmijët e tyre. Ky lloj mendimi që unë e kam marrë prej nanave tjera se sa depresive janë, më thonë, "Okej, unë kështu nuk du të jem për fëmijën tem. Du ta marrë me pozitivitet këtë gjë. Edhe të shoh çfarë mund të bëj për fëmijën, çfarë terapia, ku ta dërgoj, cili është mjeku më i mirë në Maqedoni që kemi." Edhe jam shumë e kënaqur ku kemi mbri deri aty ku jemi. E normal që nana tjera e kanë këtë frikë në fillim. Nuk e kanë çfarë të bëj, si ta trajtoj fëmijën, ku ta dërgoj, po paragjykimi. A do e pranoj njerëzit, si do mendojnë. E di çfarë mendojnë për autizmin? Gabimi numër 1 është që mendojnë që autizmi është disability. Paftësi. Nuk është paftësi autizmi, vetëm se ndryshe e shohin botën. Çka nëse ato e kanë me drejt, për shembull, e ne mund të jemi gabim.